Kryeministri Edi Rama ka folur për të përditshmen italiane Corriere della Sera ku thekson rolin që Italia ka në mbështetje të rrugës europiane të Shqipërisë. Samiti i parë ndërqeveritar mes Shqipërisë dhe Italisë në Rom, thotë Rama, është një moment historik dhe një sinjal i qartë i forcimit të partneritetit mes dy vendeve. Samiti mes dy qeverive është një zhvillim historik në marrëdhëniet strategjike mes Shqipërisë dhe Italisë. Ai ka perspektiva të reja bashkëpunimi në energji, mbrojtje, siguri kufitare dhe planin gjeopolitik. Polemikat në Itali për qendrat e emigrantëve nuk munguan, por kryeministri i Shqipërisë i shmang debatet e brendshme italiane, duke theksuar se qëndrimi i tij mbetet i njëjtë, teksa shtoi se evoluimi i këtyre qendrave do të varet nga pakti i ri europian për emigracionin. Ajo që mund të them është se kemi qenë dhe mbetemi në anën e qeverisë italiane edhe për këtë çështje. Pakti i ri europian për emigracionin do të na tregojë se si do të evoluojnë këto qendra. Shqipëria nuk ka investuar asnjë euro në këtë projekt. Akuzat e bërë pjesë e jetës sonë, të mbytura nga balta e mediave sociale, ndërsa e vërteta humbet mes shpejtësisë së informacionit. Në intervistë Rama flet edhe për kapitullin final të negociatave për antarësimin në BE, që sipas tij janë në një moment vendimtar. Këto ditë do të hapim kapitullin e fundit të negociatave dhe duam t'i përfundojmë deri në vitin 2027. Italia është zëri ynë më i fortë në BE. Shqipëria nuk do të jetë kurrë në gjendje të shlyejë borxhin moral për gjithçka që Italia ka bërë për ne. Kryeministri shqiptar përmbylli intervistën me mesazhin se partneriteti me Italinë dhe rruga drejt Bashkimit Evropian mbeten poshtë i politikës së jashtme shqiptare.